Partia Demokratike Dega Shkodër i ka bërë thirrje qytetarëve që të bëhen pjesë e protestës kombëtare të datës 22 dhjetor ora 18:00 përpara kryeministrisë. Në një deklaratë për mediat, kryetaria e kësaj force politike në qytetin e Shkodrës, Eliona Shkreli, u shpreh se sot është koha të përmbysim regjimin e rilindjes së korruptuar, është rralla e shkodranëve dhe shqiptarëve. Të dashur qytetar shkodran, sot nuk ka të majtë dhe të djathtë. Sot ka vetëm një vim ndarëse, ose me Shkodrën, ose me hajdutët. Kjo qeveri ka vjedhur dhe vazhdon të vjedh taksat e shkodranëve dhe të shqiptarëve. Kjo qeveri ka vjedhur shpresën, ka vjedhur rinin dhe ka ardhur koha që sot t'i themi mjaft më. Mjaft më me mjerim. Shkodranët dhe shqiptarët meritojnë shpresë dhe mirëqenie ekonomike. Të hënën më 22 dhjetor, ora 18, juftojmë në protestën kombëtare në Tiranë, të mblidhemi të gjithë bashkë dhe të mbushim sheshin, të ngrejmë zërin, t'i tregojmë kësaj qeverie dhe këtij kryebashkiaku të korruptuar deri në palc se Shkodra nuk nënshtrohet. Sot është koha të përmbysim regjimin e rilindjes së korruptuar. Tani është rralla e shkodranëve dhe shqiptarëve. Me datë 22, Partia Demokratike synon të shënojë fillimin e një revolte popullore kundër qeverisë.